Përshëndetje Avdi, mirë mbrëma të nderuar shikues, ashtu siç u informuat që sonte në studion e televizionit Shenja do të jetë pra studio e hapur ku do të diskutojmë për procesin zgjedhor si ka vijuar tani sot në raundin e dytë për zgjedhjet lokale. Për të parë në mënyrë detajuar dhe për të informuar në kohë reale për rezultatin se si vijon tutje, se kush ka fituar, kush ka humbur dhe çfarë mesazhi konkret kanë dërguar votuesit në këtë proces zgjedhor konkretisht për zgjedhjet lokale, ne kemi nderin që në studio bashkë me ne të ftuar kemi edhe 3 panelistët me të cilët nga të cilët do të dëgjojmë realisht mendimet dhe komentimet mbi rezultatet të cilat do të informohemi në kohë reale nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Mirë mbrëma, zoti Ramadani, kënaqësi ju kemi në studio. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë. Mirë mbrëma, profesor, kënaqësi ju kemi në studio. Faleminderit për ftesë. Mirë mbrëma, Bil, mirë se erdhët, kënaqësi ju kemi në studio. Në ndërkohë, ne para se të fillojmë diskutimin për procesin zgjedhor se si ka vijuar sot, është e natyrshme dhe kemi nevojë për pasur një bazë statistikore për të parë numrin e daljeve të qytetarëve në raundin e dytë dhe për këtë kërkoj nga kolegu Avdi nëse mundet na sjellni të dhënat e fundit. Po, Vedin, sigurisht tani këtu në ekranin prapa me do shfaqet tabela e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për të parë se si është dalja deri në orën 18:30. Unë do kërkoj nga ligjia që të nisim nga komuna e Strugës për të parë se si është dalja në këtë komunë 40.14 pra në rrethin e dytë të zgjedhjeve, ndërkaq në rrethin e parë ishte 49.04%. Në fakt më falni për Strugën 39.53% ishte në rrethin e parë, ndërsa tani kemi rritje të daljes votuesve pra në këtë rreth të dytë. Dhe vazhdojmë me komunën e Dibrës. Në Dibër, rrethin e parë kishin 39.63% e qytetarëve kanë shfrytzuar drejtën e tyre të votës, gjithashtu edhe këtu kemi rritje të daljes, pra në këtë deri në orat 18:30 janë regjistruar 41.21% qytetarëve që kanë votuar. Të shohim si është komuna e Tetovës për të bërë krahasimin. Në rrethin e parë, komuna e Tetovës në Tetov pra kanë votuar 46.76% e qytetarëve, ndërsa ka një rënje të vogël në këtë rreth të dytë, ku 44.35% kanë votuar. Vazhdojmë me komunën e Bërvenicës. Atëherë Bërvenica ka një rritje prej 10%, pasi në rrethin e parë aty kanë votuar 43.81% e qytetarëve, ndërsa në këtë rreth të dytë zgjedhjeve lokale 53.21%. Shkojmë me komunën e Dollnenit. Në Dollnen gjithashtu ka rritje, jo shumë të madhe, por megjithatë në rrethin e parë do thotë kanë votuar 53.97% e qytetarëve, ndërsa në këtë rreth të dytë 55.61%. Vazhdojmë me komunën e Studeniçanit. Në Studeniçan rrethin e parë kanë votuar 43.85% e qytetarëve, gjithashtu ka rritje prej gati 2% ose më shumë se 2%, ku kanë votuar pra në këtë rreth të dytë 46% të votuesve. Vazhdojmë me komunën e Bogovinës. Në Bogovinë, rrethin e parë kanë votuar 46.40%, ndërsa tani ka një rënje prej 39.29%, pra në këtë rreth të dytë kanë votuar 39.29% e qytetarëve. Vazhdojmë me komunën e Kërçovës. Pra, në Kërçov gjithashtu ka rritje në krahasim me rrethin e parë. Në rrethin e parë kishin votuar 49.01% e qytetarëve, ndërkaq tani në këtë rreth të dytë 51.34% e qytetarëve. Atëherë, Abedin, këto janë një krahasim i shkurtër i vogël, do thotë për daljen e votimeve, ndërkaq kujtojmë se në 6 komuna që në rrethin e parë kanë fjalën për komuna shqiptare, do thotë 6 komuna kanë mbyllur garën që në rrethin e parë, 5 prej të cilave ka fituar Vleni dhe vetëm një koalicioni AKI. Abedin, mund vazhdoni pjesën tjetër studios.
Faleminderit Avdim, në ndërkohë ne për ta filluar diskutimin, po e filloj me juve zoti Ramadanin, nga kjo që dëgjuam, pam që në komunat të caktuara, posaçërisht në komunën e Kërçovës dhe Bërvenicës, ka pasur një rritje të daljes së qytetarëve. Sipas prizmit tuaj, kjo rritje ka ardhur si rezultati ardhjes së mërgatës dhe mobilizimit më masiv, apo për shkak të garës që është shumë e ngushtë mes një kandidati shqiptar dhe kandidatit maqedonas nga VMRO DPMN? Po, sigurisht që mendoj se kanë ekzistuar, kanë ndikuar këto dy parametra për daljen, por në esencë unë mendoj se nuk gjason puna me këto dy komuna, e para se komuna e Kërçovës është një, si me thonë, komunë urbane dhe qytet me rëndësi, si prej pikave që i kanë si qytete dhe vendbanime shqiptarët në Maqedoni, edhe e dyta, kurse komuna e Bërvenicës është një komunë që herën e kaluar, do më thonë, Maqedonasit kanë pas kandidatin e tyre, unë prap mendoj se vetëm rastësisht shkaku i divergjencës mes partive shqiptare dhe kjo në këtë radhë ajo do besoj se do ndryshohet. Sigurisht këto janë krejt të folme pa numra ende, pa verifikume, por ajo që gjason mes dyjave është se ai muhabeti edhe folja ndëretnike, do me thonë edhe paralelizmi, divergjencat për këtë se a do ndrojnë dur etnike, me thonë, këto dy komuna, më shumë u vrejt për në këto dy komuna. Aty u nxef, si me thonë, muhabeti më shumë, me një dallim dhe ngushtim se në komunën e Kërçovës, fatkeqësisht, do më thonë, ai kandidati shqiptar prej 3 kandidatëve që shkoi, ishte kandidati plagosur, do më thonë, në kuptimin se ishte kandidat për cilin u publikuan disa përgjime të pa verifikuara ende, por ato lanë një njoll të madhe në paraqitjet e mëtejme që u heshtën, do më thonë, edhe ne pas asaj nuk e pam as partijen AM të kandidatit shqiptar për kryetar komune që të dale të rije pas e tjera me radhë, por as nuk pam as një lloj tërheqje prej asaj, do më thonë tërheqje kondicionale, tërheqje me kusht që ka moduse të ndryshme në demokraci, që nëse vërtetohet diçka, nëse ashtu atëherë do tërhiqet kandidati, do shpallën zgjedhje të reja, janë kry për këshilltar e tjera me radhë, do me thonë shumë moduse ka pas, cilat disa parti politike i paraqitën si të mundshme, por nuk ndodhi asgjë nga këto. Në fakt këtu, zoti Ramadani, një moment sepse flitet për një garë që është shumë e ngushtë dhe dallimi mes kandidatëve është jashtëzakonisht i ulët dhe në këtë drejtim nëse do të shkojë me këtë varianta do të rrezikojë qysh në start komuna e Kërçovës me këto modalitete që ju përmendni, sepse flitet për përgjime të cilat vetë kandidati në fjalë i ka mohuar kategorikisht. Dhe në këtë drejtim derisa atakohet individi, këtu nuk ka se çfarë mbase të pritet prononcim prej subjektit që përfaqëson. Jo, për atë thash unë, do më thonë tërheqje kondicionale me moduse të ndryshme në demokraci. Ka pas mundësi, do më thonë, partia AM që ka kandidu, koalicioni, vetë shqiptar nëpërmjet mënyrave të ndryshme të premtojnë se edhe pas zgjedhjes ose votimit të këtij kandidati do ndodhe tërheqje. Kurse dallimi është i madh, do më thonë. Dallimi mes këtij kandidatit i cili ka kalu shqiptar edhe ati tjetri që ka kalu i VMRO DPMN-s është i madh, do më thonë. Prandaj rreziku është i madh. Vetëm me 5.000, po, dhe nuk po ama nga ana tjetër nuk mund ti, do më thonë, në pozitë të vendojsh votuesit që të votohet diçka vetëm se është etnike, se në fund të fundit kjo janë zgjedhje lokale dhe aty njerëzit do zgjedhin krye komunarin, do më thonë edhe kryetarin e qytetit, edhe nuk është mendoni se duhet hiqet dorë nga etnia kur garohet për kryetar komunar? Jo të rësisht, sidomos në kësi aspekte kur si tham në fillim kur nxefet muhabeti, por nuk lejohet që një parti e cila e ka kandiduar atë kandidat i cili është i plagost, me thonë kështu. Për ta përmbyllur zoti Ramadani me juve fjalën hyrëse, sepse është e lehtë të thuhet deklarativisht të përdorin modalitete tjera, po si do të ndikojë te votuesi, mobilizimin e votuesit që këtë kandidat ju do ta votoni, por mund edhe mos ta keni kryetar. Jo, atë ndikoj sigurisht që
Negativisht? Këtë rast, jo, ma këtë rast ti ki nevoj për rritjen e daljes, do më thonë, në pjesën shqiptare ki nevoj për rritjen e daljes. Edhe ti në pozicione kur ke kështu, do më thonë, kandidaturat të ngecura, ose të plagosura, si thomune, në atë rast ti ke problem me daljen. Do më thonë, mund do një shqiptar dalje, të rrethoje shqiptar, po përkatësisht atë shqiptar nuk del me rrethu, shkaku se nuk ka pa kur një feedback prej asaj, prej tërheqjes, prej krejta asaj shka ka dalë. Sidomos, ne lete kemi prej këtu të folmi, po ato në Kërçov mrena i din më mirë punët, do më thonë edhe i din edhe pasojat prej krejta atyre muhabeteve. Dakor. Zoti Tahiri, raundi i dytë sot vetë se ka përfunduar, rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve lokale vetë se i kemi të qarta. Si pas analizave dhe pritshmërive tuaja, shifni ndonjë përmbysje të rezultatit nga raundi i parë, apo edhe një konfirmim më i thelluar nga ajo që ka rezultuar në raundin e parë? Kjo pritet shihet, Abedin mendoj brenda pak minutave do të kemi rezultatet e para dhe do të shihet a do të rikonfirmohet pozicioni triumfalist i koalicionit Vlen, apo mund të ketë eventualisht ndonjë balansim. Pasi kjo mund të ndodhë nëse eventualisht po them koalicioni e Alianca Kombëtare për Integrim mund të shënojnë ndonjë fitore, për shembull e nisëm me Kërçovën. Rasti Kërçovës është unikat sa i përket raundit të dytë për shkak se beteja politike elektorale u shëndrua në betej etnike. Dhe në këtë mendoj se kontribuan mjaft faktorët politik pjesëmarrës në këtë garë dhe sidomos kryeministri i cili kërkonte nga shqiptarët mirë kuptim që të mos flasin për bashkim etnik e kështu me radhë, ndërkohë partia e tij e ka emrin Bashkimi Kombëtar Maqedonas. Pra, një parti e cila vetë quhet Partia e Unitetit Nacional Maqedonas kërkon nga të tjerët që të sillen si qytetar. Mendoj se kjo thell ka një sfond, një prapavi politike dhe do të thoja më të thellë historiko-identitare. Cila është ideja? Ideja është që në këtë shtet, sipas pikpamjes sime, të formsohen dy identitete, që është identiteti pa kontestueshëm etno nacional Maqedonas, i cili nuk duhet të kontestohet sipas kryeministit dhe sipas partisë së tij nga askush, dhe identiteti i të tjerëve, i cili nuk duhet të jetë domosdoshmërisht etnik. Apo shqiptarët nuk duhet të sillen pra si po themi etno nacional apo të mbrojnë identitetin e tyre etno-kombëtar. Kjo ka ndikuar mjaft që Margata të mobilizohet dhe të vinë në Kërçov dhe sidomos të vinë në Bërvenic për shkak se ne patëm një deklarat për mendimin tim thënë më but të pamenduar të Bilal Kasamit në Tiranë, i cili njëherë dha mbështetje për Fatmir Deharin si shqiptar, pra nga pozicioni i një lideri të një partie shqiptare dhe më pas pati tërheqje. Të gjitha këto deklarime me motive etnike ndikuan në mobilizimin etnik, sepse ne e dim, i përcjellim zgjedhjet që moti këtu, e dim që mobilizimi etnik ndodh shumë lehtë në Maqedoninë e Veriut. Edhe në Kërçov, edhe në Bërvenic. Mendoj se shqiptarët nuk kanë pasur parasysh se kush është kandidati. Edhe kandidatin e Vlenit Haqim Ramadani, nuk është se e kemi parë shumë tjeti pranishëm në jetën publike, në media e kështu me radhë, tani ne e dim se kush është profili i tij politik dhe kush është profili i tij profesional, individual e kështu me radhë. Prandaj mendoj që beteja në Kërçov, po them, është gjithashtu edhe në Bërvenic, është
Maqedonas shqiptare, nuk është vetëm betej midis VMRO DPMN-s dhe BDI-s apo VMRO DPMN-s dhe Vlenit, por i ka tekaluar këto për masa. Rritja e daljes apo jehonës së votuesve në këto dy komuna krahasuar me raundin e parë diku për 10% e dëshmon këtë. Mua me që jemi në studio dhe me që e kam këtë mundësi, mua më ben vetëm një gjë keq dhe këtu do ta përfundoj për t'i lënë hapësirë Abilit, që prapë se prapë, do me thënë, koston duhet të paguaj diaspora shqiptare. Diaspora shqiptare cila shumë i ka dhënë këtij vendi, u ka dhënë komunave shqiptare, edhe kryetar komunash, edhe u ka dhënë kapacitet, pra legitimitet edhe politik, edhe për të udhëhequr, dhe prap ajo në fund duhet të mobilizohej dhe të vinte me aeroplan, me autobus, me vetura, thjesht për të shpëtuar, po them, faktin që me gjitha të Kërçova dhe Brvenica duhet të udhëhiqen nga një shqiptar. Pa, do më thënë, hyrë në analizën e kandidatëve, sepse u tha që kandidatët kanë pasur disa, si që është kandidati i Kërçovës, për shkak të përgjimeve, ndërsa kandidati i Brvenicës për shkak të faktit që ai ndërmori një hap që shkonte përtej petkut partijak, sepse marrëveshja që u bë midis AKI-s dhe Vlenit në nivel lokal e te kaloj petkun partijak të kandidatit. Dhe kjo pastaj solli edhe reakcione nga Pala Maqedonase. Pala Maqedonase ka shumë të rëndësishme ta fitoj. Edhe një distancim nga koalicioni Vlen që janë pjesë e pushtetit. Distancimi erdhi si pasojë e deklaratës së Bilal Kasamit. Do të rikthehemi ta diskutojmë posaçërisht edhe këtë çështje për të vazhduar tutje me Abilin. Abel, raundi i dytë, për dallim prej raundit të parë, reflekton që është paksa më i lehtë sepse dihet se ku dhe si qëndrojnë partitë politike. Sipas asaj që ke ndjekur përgjatë kësaj periudhe dyjavore, ka pasur ndonjë ndryshim të strategjive të partive politike në veprim, apo në fakt kanë vazhduar me avazin e njëjtë dhe kanë kontribuar, kanë intervenuar aty ku kanë qenë më dobët. Në këtë drejtim, si vlerëson koalicionin Vlen dhe Aleanca Kombëtare për integrim, cili prej këtyre dy koalicioneve është vërejtur më shumë në terren, më aktiv dhe kanë qenë në fakt në veprimtari më intenzive në këtë raund të dytë. Këtu kemi dy, është shumë interesant se kemi dy, u bën protagonist, dy komuna u bën protagonist nga kjo zgjedhje, ishte Brvenica, kështu shumë haptazi, dhe Kërçova disi ngeli si protagoniste, po në heshtje. Dhe kur i pam këto kampanjat të cilat bëheshin, ky zotriu i Brvenicës, Haqim Ramadani, u bë protagonist i zgjedhjeve, kurse në anën tjetër, në Kërçovë nuk pash se bështë ndonjë kampanjë politike. Dhe thanë, Kërçova sikur se ngeli pa ndonjë, nuk ishte ndonjë senzacion të koalicioneve ndërmjet ato të cilët humbën, i pamvarëri dhe kandidati Vlenit, dhe nga ana tjetër nuk pash ndonjë lëvizje në terren në Kërçovë. Për dallim për Brvenicës, vetë u bë, dhe me thonë protagonist kë zotëria Haqim Ramadani. Më mirë, po çka është interesant, më vjen këtu të puna të Kërçova, se kemi dalje 51%, afër 2% më shumë, dhe janë afër 1020 vota, nëse i kalkulojmë kështu, pak më shumë se ajo të cilët kanë qenë më herët. Dhe kalkulimi të gjithë kandidatëve, për këtë thamë se këto mund të jenë, do thonë, po supozojmë se këto janë votat e Mërgatës. Do thonë, në aspekt hipotetik, po e them gjithmonë këta. Edhe tash, kur i kalkulojmë këto, votat e 3 kandidatëve shqiptarë në Kërçovë, gjithmonë atë aspektin etnik e thamë, duhet prej rrethit parë kemi 13.600 vota. Me këto vota çon deri në 14.000 sa. Mirë po. Nuk e dim sa kapaciteti i koalicionit brenda te këto partitë politike që ishin në
në Kërçovë, edhe Vlenit edhe ati kandidatit pavarur. Duke pas parasysh se as njeri nuk dul thot hap tazi përveç kryetari i Besës, Bilal Kasami, që tha duhet çdo shqiptar të voton në vendin e vet, ne nuk pam ndonjë kapacitet se ato mund të bashkohen dhe mund të votojnë. Tash nuk e dim si do të jenë këto numrat, edhe pse gjasat janë se nëse votohet në aspektin etnik, të fiton kandidati shqiptar i AKI-s në Kërçovë, por gjithmonë me disa pikpyetje shumë mëdha. Për të Brvenica, e nisa me atë protagonizmin atje dhe nëse të kujtohet edhe herën e parë kur ishim në studio, do të jetë vend shumë interesant, do të jetë se mund ndodhet edhe koalicioni të ketë plasaritje atje, koalicioni kur thamë gjithmonë Vleni me VMR-on, dhe thonë edhe kjo erdhë deri aty që të ketë bashkë kështu plasaritje të mirë publike, po. Absolutisht, edhe erdhë për arsye se ndoshta edhe strategjin pak, edhe pse mund të fitohet zgjedhje, do të thonë gjasët i ka të fitohet Haqim Ramadani i Vlenit, por ama e kishte një farë lloj kapaciteti edhe nuk ishte në fokus të qenurit protagonist në këto zgjedhje, ishte Kërçova këto. Më thonë, në mënyrë disi si u regullu kjo, ndoshta i dha pak shans Kërçovës që të regullohet në heshtje mbrenda. Do t'jetë interesant edhe Struga, në Strug kam pas kampanjë të mirë, dhe thonë, ka pas me të vërtet kampanjë dhe kampanja ka qenë e udhëhequr në mënyrë lokale. Nuk kam pas se ka pas tema nacionale. Jo tema nacionale, nuk kam pas se kanë shku liderët e partive politike të bëjnë kampanje, si kur din të bëjnë fushatën. Jo, Abel, aty ishte edhe kryeministri i vendit para... Përveç kryeministrit, më thonë, bile... Ishte edhe Izet Mexhiti... E kam këtë, desha ta rikëtë. Madje, vetëm një moment këtu një sekundë, sepse kur po flisnim për Strugën, në fakt qyteti Strugës është komuna e vetme që ka pasur në garë një kandidat shqiptar në të cilën ka marrë pjesë në fushat kryeministri i vendit. E këtu desha të mbri, dhe më thonë, te Vleni ka bërë kampanjë. Dhe më thonë, aty ku ka pas kandidat të pavarur dhe kandidat vetë ka bërë kampanjë. Dhe më thonë, në çdo vend ka shku, ka bërë kampanjë, nga ana tjetër te AKI nuk ka pas kampanjë. Unë nuk pash se ka pas kampanjë kështu, sikur din bëjmë pak ma kampanjë, ma agresive, të shkojnë. Ndoshta të heshtur i kanë bërë një kampanje. Mbase ka ndikuar edhe rezultati i raundit të parë. Ndoshta. Përjashto tek fushata e koalicionit Vlen që ka munguar në komunën e Brvenicës, se pikërisht këtë drejtim dua ta zhvendosi diskutimin edhe me zotin Ramadani. Po atë potencialin e koalicionimit në fillim që u bë, arriti ta bëjë protagonizmin dhe ndoshta do t'i ktheheshte edhe negativisht ai pjesa e koalicionit. Nëse nuk bëheshte protagonist, ndoshta do ta shifnin Kërçovën ndryshe, do të ishte më e fokusuar fokusiu nga Kërçova dhe jo nga Brvenica. Zoti Ramadani, komuna e Brvenicës u përmend edhe nga parafolësit tuaj dhe në këtë drejtim është parë do të thotë gjitha zhvillimet që kanë ndodhur kohëve të fundit, pikërisht komunën e Brvenicës, ndodhi do të thotë edhe një qortim publik nga kryeministri i vendit drejtuar krerëve të Vlenit. Më njëherë pas kësaj pati një reflektim konkret me çka kryetari i Lëvizjes Besa, kandidati për kryetar komunën në Tetov, zoti Bilal Kasami, në intervistën e tij në një televizion brenda vendit, nuk pati mbase nëse mund lejohet shprehet, nuk pati guxim as të ja përmendë emrin kandidatit të tyre që po garon në Brvenicë. Pra, gjatë gjithë intervistës ka biseduar për komunën e Brvenicës, pa e përmendur fare emrin e zotit Haqim Ramadanin. Këtë drejtim, vëreni se ka pasur një distancim nga koalicioni Vlen në Brvenicë, flas nga liderët e koalicioni Vlen në komunën e Brvenicës, si rezultati i qortimit nga kryeministri i vendit, apo ka qenë pjesë e strategjisë? Jo, veç të kthehemi pak te rasti i Brvenicës, edhe pse unë nuk mendoj thash, domethënë rastisht e kanë pas ai kryetar që ka qenë komunës atëre Maqedonas, shkaku i ndallimeve, kurse desha dy gjëra të i them për punën e Brvenicës. E para është se aty mos të harrojmë se kjo partia, ish koalicioni Partiakte Shqiptar, që nuk ekziston më, nuk ka aktivitet, AKI nuk ka pas kandidat aty. Do me thë ka pas kandidat të pavarur. Edhe ky tash krejt propagandistat e AKI-t dhe ajo fryma u bokin se do me thonë ky kandidati shqiptar është kandidat shqiptar e tjera me radhë, kjo ndodhi për kundër dy gjërave. E para se ai edhe zyrtarisht edhe jo zyrtarisht është kandidat i koalicionit Vlen.
Do me thonë, ai i cili shkoj në rrethin e dytë është kandidat i koalicionit Vlen. Edhe ju nuk mund të kërkoni, do me thonë, koalicioni Vlen në kas ta përmbaje dikan, vetëm pse është ka thonë ky ashtu ose ashtu. Edhe e dyta është se ajo, do me thonë, vetë kandidati ka pas tentativa, sikur në rastin e tubimit përfundimtar, dul i njëjti tha nuk du, tha partijak, du tiftoj krejt shqiptarët. Do me thonë, a e kishte një paraqitje e cila mendonte, edhe besoj se do dale edhe ashtu rezultati, se me ngritjen etnike edhe me ballafaqimin etnik do fitoje, do me thonë, edhe në dalje, po me fitimin në dalje do fiton edhe si kandidatur, edhe aje ka zgjedh atë rrugë, edhe ajo ishte ajo që nxorin në mejdan në palën Karshi, do me thonë, te pala Maqedonase, konkretisht te kryeministri e nxori një frustrim jo proporcional prej Bërvenicës, sa që të mos harojmi, tash t'i përkujtojmi, do me thonë edhe vetës, po edhe opinionit, se doli kryeministri dhe tha se për Bërvenicën, tha kum fol, tha me përfaqësues të lartë ndërkombëtar, edhe nuk kum nik si të fol me 19 shekull, kuj diçka, do me thonë disa fjalë të mëdhoja që nuk kishin lidhje me realitetin. Madje e kërcënoi edhe me shkarkim. Mas pari edhe paraqitje. Po mirë me shkarkim, a i u përgjith që tha do fitoj për atë do shkarkoj, po. Do me thonë këtu nëzori një frustrim. Tash ne mund prej kësaj mund nëzirmi se nga vjen frustrimi i kryetarit partisë më të madhe në vend, frustrimi vjen se nëse ju kujtohet edhe prej kësaj fushate që janë nisi herët, edhe krejt anat ishte se edhe ballafaqimi politik, edhe ballafaqimi etnik, edhe përplasja do jetë mes Akit, do me thonë BDI-s, edhe do jetë mes VMRO-s. Në fund, rezultati prej rrethit par, dul që gara direkte, ku mbetën, do me thonë në ballafaqim me thonë, në thojza etnik edhe përplasje, në zgjedhje lokale doli se, në fakt, dolin se vleni, do me thonë vetë koalicioni qeveritar, në 2 vende ishte në ashtu. Në Bërvenicë edhe në Dollneni garojnë kandidati i VMRO-s me kandidatin e Vlenit. Edhe kjo është ashtu. Edhe kjo, do me thonë, nuk nodhi kun përveç kurse me Akin një. Do me thonë, priteshte që ai me i që i madhë, do jetë me Dakar, Ak. Zoti Ramadani, për qenë shkurte dhe të qarta, ka pasur distancim të liderëve të Vlenit Jo, kundrejt? s'ka pas, jo, nuk ka pas. Se nuk ishim prezent Nuk në ka pas, komunën se e Rifi tha Bërvenicës? si du. Po nuk ka qenë në rrezik, Po, ai nuk ka tha- qenë në rrezik mbështetja e Aleancës Kombëtare për Integrim. Vetë e zgjodhi një qasja, po kupton, ai e zgjodhi një qasje, kandidati tha, unë do jem kandidat shqiptar, nuk du, mas pari tha, nuk du, nuk du po, mendoj, lujti në atë ballafeqimin etnik, se ajo t'ja shtoje daljen, se me shtimin e daljes, prap, do me thonë, shqiptarët e marrin Bërvenicën, se thash, rastësisht e kanë marrë herën tjetër Maqedonës, me thonë kështu, edhe pse këto prap thonë, do me thonë, janë zgjedhje lokale, edhe ai e zgjodhi atë qasje. Mandej, do me thonë, shumë, do me thonë, rreth protagonistë të Akit, i cila parti nuk ekziston më, nuk funksionon si koalicion, edhe që i fikën dritat 5 ditë nuk dullën mejdan, shkun krejt edhe u grumbullun rreth asaj, do me thonë se këtu e kemi një mini Skenderbeg, i cili, mos të harojmë asë njëherë, se skandalin më të madh, që nuk ja ka vrejt, as kryeministri, as partia vet, as koalicioni që e ka kandidu, skandalin më të madh politik e ka se ai njeri aktualisht është drejtor i inspektoratit për vetë qeverisje lokale. Do me thonë drejtori për vetë qeverisje lokale, me pas asi kësi qasje, qofte edhe për gara elektorale, është skandal politik në vete. Për qenë korrekt me shikuar, për çfarë qasje keni fjalën, zoti Ramadan, sepse nuk ka bërë... Qasje është se ka kërkuar votën e gjithë qytetarëve. Po, ama do me thonë, a i ka kërku, do me thonë thamë. Nuk ka përdor gjuto rejtës, nuk ka përdor fyrje kundrejt. Jo, nuk thamë. Po ka zgjedh qasje etnike, do me thonë zgjedhje lokale. Po, nuk mund ta mohoj etnin e tij, zoti Ramadan. Sigurisht që nuk e mohon etnin, as tjetëri se mohon etnin e tij. Jo, madje ama nuk e përjashtojnë këto njëra tjetër, apo kupton. Ne tash folmi për qasjen, domethënë ki qasje komunale, ki qasje politike dhe ki qasje etnike. Ky ka zgjedh qasje etnike, domethënë me një vend duke qenë funksionari i inspektoratit për vetë qeverisje lokale. Sepse vetëm është drejtor, sepse të njëjtën çështje ka pasur edhe kryeministri gjatë gjithë kohës, edhe ato brohoritjet
kërçova 3 herë brenda 1 minutit. Po folmi për Bërvenicën, ajo është tjetër që e trajtoj profesori edhe besoj që ma vonë da trajtojmi për ku vjen ajo keq kuptimi, mos t'i përzime ato. Tash po folmi konkretisht për këtë kandidaturë. Ai zgjodhi, domethënë, duke qenë një kandidat politik për kryetar të komunës të Bërvenicës, ai përveç kësaj zgjodhi që të paraqitet edhe si Skenderbeg, që të mbledhë më shumë vota dhe Bërvenica prapë t'ju trakojë shqiptarëve. Kjo në vete, unë e them edhe prapë përsëris, është skandal politik në vete se këtë punë e ban një njeri jo që është në ekonomi, jo që është dikun, po është në vetë qeverisje lokale. Domethënë i hup argumentat e krejt atyre edhe krejt asaj qasjes e cila thotë se këto janë zgjedhje lokale, nuk ka lidhje domethënë kush është kryetar komune e tjetër. A pe kupton? Domethënë çat po thon. Analizmi i atij. Po supozohu si inspektorat, vokacioni i atij, si drejtor i inspektoratit të vetë qeverisjes lokale, do duhesh të jep një farë lloj qasje më projektuese për zgjedhje për Bërvenica, domethënë. Përveç Bërvenica. Po, nuk ka kandiduar, ai fushat nuk është drejtor, fushat është kandidat, prandaj e di qëllimi ose domethënë të gjithë komunat kemi pas njerëz që kanë dalë me projekte të sigurta, të sakta, krejt, protagonizmi atij në aspektin etnik. Edhe deri aty e pru veten që ta prishë edhe koalicioni. Protagonizmi atjer deri aty. Edhe pse prandaj do të mundeshin ta fitojnë Bërvenicën pas një problemi, unë mendoj. Edhe pa mos bësh te kjo. Dakor, ne do të rikthehemi sërish këtu për diskutuar, në ndërkohë kërkoj nga kolegu Avdić që të na sjell rezultatet e fundit mbas se kanë filluar të dalin. Po, vetëm kemi, do të thotë, deri në këto momente Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka numëruar diku rreth 70% të votave të përgjithshme nga të gjitha votat që janë numëruar. Unë do doja të filloj nga qyteti i Shkupit, përpara se si qëndron rezultati në këto momente. Pra, Amar Mecinović, që ishin 2 kandidatë, Amar Mecinović i Levicës dhe Olse Gjorgjevski VMRO DPMNE-s, nga votat e numëruara deri në këto momente, Mecinović ka marrë 33.46% ose 35.700 vota, ndërkaq që Olse Gjorgjevski VMRO DPMNE-s ka marrë 61% apo 65.075 vota. Tani doja të kalojmë në komunat tjera, vazhdojmë pra me komunën e Strugës, përpara si qëndron atëherë. Deri në këto momente janë numëruar diku 85.15% të votave dhe rezultati është ky. Arsim Dalipi i koalicionit AKI ka marrë 28.27%, ndërsa Mendi Qyra, kandidati pavarur, 28.58%, duket jetë një gare ngushtë Struga. Kalojmë në komunën e Dibrës. Dibra, deri në këto moment janë numëruar 24.24% votave, dhe rezultati është ky. Fisnik Mela i koalicionit Vlen, 28.36%, ndërsa Ramadani Meri, kandidati pavarur, 28.52%. Vazhdojmë me Tetovën, për të parë si është atje, 93.16% votave janë numëruar deri në këto momente. Bajram Rexhepi i koalicionit AKI ka marrë 20.97% të votave, apo 14.838, ndërkaq që Bilal Kasami i koalicionit Vlen 54.13%, apo 19.603 vota. Vazhdojmë me komunën e Bërvenicës. Haqim Ramadani i koalicionit Vlen, nga 75% e votave të numëruara deri në këto momente, Haqim Ramadani pra ka marrë 60.70%, ndërkaq që Jovica Ilievski VMRO DPMNE-s 37.35%. Shkojmë në komunën e Dollnenit. Në Dollnen janë numëruar 62, deri në këto momente 62.50% të votave të përgjithshme, dhe nga kjo rezultati është si vijon. Blerimi Islami nga koalicioni Vlen 36.55, ndërkaq që Sashko Veljanovski i VMRO DPMNE-s 61.73% votave. Vazhdojmë me komunën e Studeniçanit. Në Studeniçan janë numëruar deri tani 58.06% votave. Sipas në votave të numëruara deri tani, rezultati është Ejupa Bazi i koalicionit AKI 51.23%, ose 1997, ndërkaq që Azem Sadiki, kandidati pavarur, 25.90%, ose 1789. Vazhdojmë me Bogovinën.
Në Bogovin janë numëruar deri tani 84.21% votave dhe kandidati AKI-s Besnik Emshi ka marrë 42.70%, ndërsa Fetia Bazi i koalicionit vlen 55.55% votave. Në Kërçov dhe duket të jetë komuna e fundit cila do të shohim rezultatet në këto momente, pra janë numëruar 59.66% dhe në bazë tyre votave të numëruara, Fatmir Dehari i AKI-s ka marrë 61.60%, në fakt 41.65% të votave, apo 6.308, ndërka që Aleksandar Jovanovski i VMRO DPMNE-s 55.14%, apo 8.350. Tani, këto nuk janë rezultatet definitive, por janë rezultatet e një përqindje, do të thotë, varësisht nga ku janë numëruar më shumë ose më pak në komunat dhe janë rezultate zyrtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Avdin. Dakor, faleminderit Avdin, ndërkohë ne po vazhdojmë diskutimin me juve zoti Tahiri. Nga këto numrat që janë fillestar, në fakt, për qytetit të Shkupit, dihet që dallimin dhe diferencën e bën edhe marrëveshja mes VMRO DPMNE dhe koalicionit Vlen, ku votuesit shqiptar, pra diku 27.000 votues sa kishte kandidati i koalicionit Vlen, ka shkuar në favor të VMRO DPMNE-s në qytetin e Shkupit, për të vazhduar tutje në qytetin e Strugës, zoti Tahiri, ku gara është shumë e ngushtë mes kandidatit të pavarur zoti Mendyqyra dhe kandidatit Aleancës Kombëtare për Integrim Arsim Dalipi. Në fakt, nga raundi i parë, zoti Qyra ka qenë e përsi. Çfarë ndodhi sipas jush në Strugë, që ky rezultat deri në këtë momente me këtë përqindje të votave të numëruar të ndryshoj? Në fakt, nuk ka ndonjë ndryshim të madh sa i përket Strugës, për shkak se rezultatet e fundit thonë që Arsim Dalipi ka 28.27%, ndërsa Mendyqyra 28.58%. Dallimi është dikund 100 vota, 60 vota. Pra, është betej fyt në fyt. Edhe do të vazhdoj kështu. Populli dhe do të vazhdoj kështu. Sa i përket qytetit Shkupit, unë mendoj se do të ketë problem nesër koalicioni qeveritar, për shkak se VMRO DPMNE-ja ka pritur shumë nga koalicioni Vlen, ndërsa dalja në Saraj dhe në Çajër ka qenë minimale. Normalisht shqiptarët nuk kanë pasur ndonjë motiv, po për kjo do të ketë koston e vet. Unë mendoj që do të jetë një problem brenda koalicionit, mos dalja e antarëve dhe simpatizantëve të Vlenit, nuk po them e shqiptarëve, në raundin e dytë që të votojnë dhe të mbështesin kandidatin e VMRO DPMNE Sorce Gjorgjevski, për shkak se, siç po shihet, VMRO DPMNE-ja e ka mbajtur fjalën. Pra, ka mbështetur edhe në raundin e parë dhe ka qenë parimore edhe në raundin e dytë dhe i ka mbështetur kandidatët e Vlenit. Normalisht pa dhënë shifra, sepse ne nuk mund të japim pra ngjyrime etnike votave, por mbështetja ka ekzistuar. Ajo që ne fatkeqësisht nuk kemi arritur edhe si opinion publik edhe si media ta trajtojmë është komuna e Dollnenit, e cila u la anash dhe si duket po shkon në pako me Kërçovën, ku kandidati i VMRO DPMNE-s Aleksandar Jovanovski prin para kandidatit AKI-s Fatmir Dehari, dhe në Dollnen njësoj kandidati i VMRO DPMNE-s është në epërsi të madhe ndaj kandidatit të koalicionit Vlen, dhe madje koalicioni Vlen asgjë e ka diskutuar Dollnenin, dhe unë mendoj që kjo është një pako e një lloj marrëveshje, nuk po them të parakontraktuar apo marrëveshje e hapur, marrëveshje e drejt për drejt, por mendoj se është një marrëveshje e heshtur që VMRO DPMNE-ja të jep mbështetje në Tetov, në Strugë, në Dibër, ndërsa fakti që ne në Dollnen pra e kemi betejën që në start pra të lëshuar nga koalicioni Vlen, mendoj që kjo është pjesë e një strategjie që koalicioni qeveritar pra ka funksionuar
gati se në mënyrë të përsosur me faktin që mendoj se do të ketë problem për shkak të mosdaljes së qytetarëve shqiptar. Zoti Tahiri, në këtë drejtim, kure potencioni pikërisht komunën e Dollnenit, ku gara në raundin e parë, dallimin e vota ka qenë 20 vota, mes kandidatit të VMRO-s dhe kandidatit të koalicionit Vlen, pra Blerim Islamin. Në këtë drejtim, pra diferenca prej 20 votave, në raundin e dytë rezulton me një përmbysje fatale, themi që 61% shkojnë në favor të kandidatit të VMRO-s. A mund të atribuohet, në fakt a mund të bëhet paralela krahasuese mes komunës së Bërvenicës dhe komunës së Dollnenit, që po që se zoti Haqim Ramadani nuk do të bëhej protagonist i vetë ngjarjes, fatin e njëjtë do ta kishte edhe komuna e Bërvenicës. Sigurisht. A pajtoheni me këtë zoti Ramadani? Jo, se këtu ka pas kandidat, aty s'ka pas kandidat, do me thonë të mos harrojmë ne kemi një. Ku nuk ka pas kandidat? Në komunën e Dollnenit, koalicioni Vlen ka pasur kandidat. Jo, koalicioni Vlen e ka në rrethin e dytë. Aki ka pas në koalicionin e parë. Po. Mrinë me sos fjalët. Po, tani. Do me thonë, në Bërvenic për atë nuk përgan puna, do me thonë se në Bërvenic nuk ka pas kandidat, ka pas kandidat të pavarur. E dyta që nuk përgjan paralelja mes Dollnenit edhe Bërvenicës është edhe puna e të ashtu quajtura votave të treta. Do me thonë tash nëse bojnë kontingenta etnike, në Dollneni, do me thonë ka vota torbeshe dhe vota turke dhe bosnjake, do me thonë në sasi të konsiderueshme. Dhe ti nuk mund në presë kërkojnë ndjes, por nga Dollneni, tani informacioni besoj që është i saktë, më thonë që nga numërimi i votave për qenë në analizë sakt, ka dalë që kandidati i Vlenit ka fituar me 1000 vota e përsi. Ka rritët numri. Se ne, edhe njerë, Abedin, ne i analizuam rezultatet që i shohim në KSZ. Do më thënë, informacionin vjen për një profesor i cili është nga ana e komunës e Dollnen. Vazhdo në analizën, do më thonë vetëm se e kisha se nuk përgjan puna edhe në aspekt të kësaj, do më thonë aty është puna e Bërvenicës thash, do më thonë aty ka një shumicë shqiptare, një tjetër shumicë maqedonase, kurse këtu në Bërvenicë, këtu në Dollneni ka pas 3 shumica në atë aspekt. Tash gjithmonë nëse shkojmë kështu me nda votën, për atë nuk përgan. E dyta do më thonë është elementi i një partije prapë po thomën e ish koalicion, do më thonë i cili ka pushu se ekzistuari, 5 dit nuk ka dalë mejdan, edhe nëse dimi shka bojnë ato në rastal. Njësoj si janë spekulimit këto që i thot kjo për përkrahjen e VMRO-s në Qajër ose e tjera me radhë, njësoj ka spekulime se në fakt ajo, do më thonë, mbetjet e AKI-s, do me thonë, ato bojnë pazare edhe për Bërvenic, edhe për Kërqove, edhe për Dollneni, shesin, blejnë, shkamos. Edhe për atë, këto janë sene shumë të rëndësishme me i pasna si sot si analizë. Okej. T'jemi korekt me blerimin, për 40 kutive ose vend votimeve që janë komplet Dollner, 29 janë të mrum edhe prinë blerimi me afer 500 vota, dalim, prinë. Edhe kjo trend nëse vazhdojnë kështu, edhe Dollnenin e merr Vlenin. Nëse shkon këtë trend kështu, jemi korekt. Po, kur është tresh për qatë një fshat, me thonë ndryshon totalisht, mund të fshati me konë të rësi shqiptar. Jo, trendi... Jo, edhe të logaritja. Po, e shofim trendin e shumë. Jo, me këtë trend ka diferenca është, mendoj se shumë e madhe. Dallimi paraprakisht është shumë i madh në favor të kandidatit të VMRO të komunës. Kutit si janë numruar? Po, në fakt, në bazë të informatave që akoma nuk janë zyrtare, nuk ka edhe 11 votimet. Dakord, rezulton që në komunën e Dibrës, Vleni deri në këto momente del të jetë fitues, në komunën e Dollnenit gjithashtu, komunën e Strugës dhe të Tetovës. Po, edhe në Dibër, trendi është njësoj, gjysat e vend votimeve janë numru, dhe thonë Fisniku ka një dallim prej 200 vota. Nëse shkon këtë trend, i numërimit votave, sa janë të numërume? Më thonë janë të numërume 27 vetvotime 16. Kjo i vjen kanë bet edhe sa i vjen, edhe 11. Edhe 11 vetvotim. 29% janë numërume në Dibër. Po, që është të më mirë me edhe 51% ngellë. Po, nuk dim sa janë votim. Si nuk u ti qelet, po. 29% në Dibër. Zoti Tahiri, duke marrë për bazë këto rezultate dhe këto numra që i kemi deri në këto momente, nëse
përfundon në këtë ritëm edhe numrimi votave deri në fund, ku koalicioni vlen pra del fitues në qytetin e Strugës me kandidatin e pavarur që e kanë mbështetur, në komunën e Tetovës, në Dibër dhe në Donen, dhe me ato komuna që ka fituar pra nga rondi i parë, Çajirin, Zhelinën, Tearcën, Sarajin, Haraçinën. Sipas jush, zotit Ajiri, a bëhet një rikonfirmim i legitimitetit të koalicionit? Nuk ka asnjë lloj diskutimi që rezultatet që vinë dhe që pritet të jenë deri në përfundim të procesit të numërimit të votave, rikonfirmojnë legitimitetin politik të munguar të koalicionit vlen nga zgjedhjet parlamentare dhe mendoj se tani koalicioni vlen me këtë legitimitet, ka gjasa a do ta shfrytëzoj, jam skeptik, ka gjasa që tjetë faktor më relevant në qeveri dhe të ketë një pozicion më të favorshëm sa i përket çështjeve të cilat janë pjesë e agjendës politike shqiptare, natyrisht edhe e koalicionit vlen, sepse në fundit, pavarësisht se çfarë mendon Mickovski, ato janë parti shqiptare, parti etnike, sepse Mickovski kërkon nga partit etnike të flasin me gjuhë jo etnike. Kjo nuk shkon as logjikisht, as politikisht. Pra, unë e kam qartë që kjo mund të bëhet edhe për efekte elektorale, por mendoj se në të ardhmen koalicioni vlen ka një legitimitet i cili nuk do të mund të kontestohet nga opozita, nuk mund të kontestohet nga BDI-a, pavarësisht faktit që thash dhe rezultatet e konfirmojnë që koalicioni me VMRO-DPMN ka funksionuar dhe kjo është e natyrshme, nuk ka asgjë të keqe sepse i kam parë këto zyrtarët e Vlenit sikur me mbare e kanë promovu këtë koalicion. Kur është thënë që keni marrë vota nga VMRO-DPMN-ja, ato sikur kanë filluar kanë hezituar ta pranojnë. Politik do të jeni të hapur. Unë mendoj se koalicioni vlen do të jetë transparent, që ka pasur një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me VMRO-DPMN këto zgjedhje lokale dhe kjo ka ndodhur edhe në kaluarën. Ka bashkëpunuar PDSH-ja më herët me VMRO-DPMN, BDI-ja hiç pa ndalë ka bashkëpunuar me LSDM-n, me VMRO-DPMN, me LSDM-n prap. Dhe kjo është e natyrshme sepse kjo është Maqedonia e Veriut. Kjo është harta politike, harta zgjedhore e Republikës së Maqedonisë. S'kemi ne çfarë të them as për Menicës as Dollin. Po rikthehemi profesor për të rikthyer me zotin. Jo, vetëm një fjali se kur është bën ndarja ose organizimi territorial, nuk ka pasur ndarje të përsosur. Domethënë edhe këto komuna që janë, edhe Bërvenica, edhe komuna e Jugonovcës, edhe disa komuna tjera. Ju nuk mund të ndani me thik Maqedoninë dhe të bëni vetëm komuna etnike të pastra, shqiptare apo Maqedonas. Dakor. Zoti Ramadani, në bazë numrave që i kemi deri në këto momente, pa paragjikuar në rezultatin final, mirë po vërehet një dallim dhe një diskrepancë në rezultat mes kandidatit AKI-sa që ju e quani kandidat të plagosur dhe kandidatit të VMRO-DPMN-s. Në rast se ky rezultat do të konfirmohet deri në fund, kjo humbje në Korçovë kujt do t'i atribuohet? Do t'jetë si pasojë e mungesës së përkrajes publike nga koalicioni vlen, apo do të shkojnë në kostot të vetë kandidatit? Koalicioni vlen në këtë rast ka pas kandidat të vetin, plus kësaj shqiptarët kanë pas edhe kandidat të pavarur, edhe ka arë situata këtu që do me thonë shumica e kanë zgjedhur një ashtu. Edhe nuk mundet do me thonë BDI-ja ta hupe Kërçovën kurse këtë humbje t'ja fakturojë krejt shqiptarëve. Edhe duhet mu nal me ato propaganda, do me thonë se nuk ekziston. Nëse ti vazhdon
me i majtë në pozicion të ngecje shqiptarët edhe me ngushtu, me ishti me votu për kandidat plagosur, atëherë humbjen e ki. Po humbjen Këtu nuk një e kanë pyetje shqiptarët. zotë Ramadani, po në rastin e komunës së Qashkës ku fiton kandidati AKI-s, pse fitoria atribuohet si fitoria? Vetëm ta përfundoj pyetjen zotë Ramadani. Pse në komunën e Qashkës fitoria atribuohet si fitoria e përbashkët e gjithë shqiptarëve, ndërkaq humbja në komunën e Kërçovës? Shumë thjesht është. S'ka pos kandidat, për në fillim s'ka pos kandidat. Po, dakor. Ai shka është vendosës të shqiptarët në këtë rast Vleni, nuk ka pos kandidat të Qashka. Ja kanë lënë krejt suat gjallit Sjepa temi në kryetari Shaqiri. Suat Shaqirit. Po. Do me thonë nuk përgon puna. Këtu kanë pos kandidat. Do me thonë, përveç se Vleni ka pos kandidat, edhe tha, kandidati i Vleni dul, Fatmir Limoni dhe tha, ju e kishi rastin të më votojni mu, e kishi rastin të votojni atë tjetrin, do me thonë a emnin si a përmenke se mendon se kandidatura e ati të pavarur Shkodran Alili ka pengu asaj, që mund t'jetë e vërtet, mund mos t'jetë e vërtet, në tash mund vetëm ta analizojmë, po tha vetë e zgjodhët, vetë e dini, do me thonë, edhe ki me atë e kryti atë muhabetin në diskursin etnik. Për atë, do me thonë, nuk e hupin shqiptarët Kërçovën, Kërçovën e hup BDI-a, nëse hump, do me thonë, e hump BDI-a dhe BDI-s duhet me ju faturua. Jo se thash, prap edhe Daceki edhe ashtë shumë me rëndësi, nuk ka bo as një hap pas. Do me thonë, nuk ka bo as një hap pas. Ka pas modusit të ndryshme demokratike, do me thonë, me cilat ka mund të thoje, ku ta di, kemi shumicën këshill, da bojmë shumicën këshill, me opozitën, me atë, me ketë, me tjertë edhe do zgjedhim, do bojmë zgjedhje të reja, ku ta di shka, do të reqim ka dhe gjithmonë kondicionale, do me thonë, me kusht nëse të rheqit. Nëse mi jep një 2 minuta, desha unë ta artikuloj një mendim që e kam për këtë rezultatin e kësaj zgjedhore, si e pyetje profesorin edhe mu të më pyetjesh. Po, pa tjetër, po, zotë Ramadani, fjala është për ju, pastaj për të kaluar tek Abili, se në bazë të këtij rezultati, do thotë deri tani, deri këto numrat që i kemi, shifet pra një fitore edhe më e thelluar, pra një rikonfirmimi i rezultatit nga raundi i parë në favor të koalicionit Vlen, dhe deri në këto momente nëse përfundon kështu numrimi i votave me këtë ritëm, rezulton që koalicioni Vlen janë fitues bindshëm të gjithë shumicës dërmuese të komunave shqiptare në nivel vendi, pra me popullsi shumicë shqiptare. Po, në tash do me thonë, si pas matjeve, jemi vetëm duke ndjek rezultatin se a do jetë 10-1 Vlen me AKI, apo do jetë 11-1 e tjera me radhë, dhe kjo është një fitore e bindshme e koalicionit Vlen, për cilën prej nesër, do me thonë, janis përgjithësia e koalicionit Vlen si përfaqësuesi shqiptar, do me thonë, në Republikën e Maqedonisë, që nënkupton prej aspektit ndërkombëtar e deri tek këto kanalizimet e komunave. Do me thonë, kjo është një përfaqësim politik i shqiptarëve të Maqedonisë, me sonte rumbullaksohet se ai përfaqësues i shqiptarëve të Maqedonisë politikisht është koalicioni Vlen. Edhe kjo është një fitore, do me thonë, që nuk diskutohet më, nuk është as afër, do me thonë, kjo nuk është Paris Saint-Germain me Barcelonën, edhe nuk kthehet kjo, do me thonë edhe në rrethin e dytë, po ne tash vetëm jemi duke ndjek se a do bëhet 11-1 apo 10-1, ose ku do i shtim këto kandidate pavarur, kandidate kontestueshëm e tjera me radhë. Por unë dësha me përcjell një gjë që mund të argumentoj se kjo fitoria e Vlen është edhe fitoria e shqiptarve. Edhe kjo ka ardhur si pasojë e padijes së kryeministrit edhe frustrimit që e ka pas gjatë kësaj kampanjës zgjedhore, ku ajo e ka nisë në start që nuk e ka nënvlerësuar partnerin e vetë të koalicionit Vlen. Do me thonë, ato, si pas pregaditjeve, kanë kujtu se krejt fitoria e komunave të Vlenit, sigurisht kanë ra prej edhe propagandës botës sërbe dhe akit eksponentave të tyre këtu, por kanë ra prej, do me thonë se Vlen është e vogël edhe ju kanë nodhë sikur në këngën që e kemi në një këngë qytetare kërçare, të dinja të vogël më dole 20 vjeqe.
Do me thonë, Vleni i ka dalë 40 vjeçare edhe i ka bo shahmat në këtë rast vëmëro DPMN-jen. Edhe prej nesër janë nisë tjetër kapitull në përfacimin e Mendon që kjo do ndryshoj edhe në ama raportin e vëmëro jo, Vlen? vetëm desha me thonë se pse kjo është edhe fitorje e shqiptarëve. Kjo është fitorje e shqiptarëve se te shqiptarët kanë ndodhur në ndryshim i përfaqësimit, që në këtë rast ka ndodhur vetëm me votë. Ne mos të harrojmë se kur ka ndodhur, do me thonë herën e parë, në 2006, kemi pas shumë trazira. Do me thonë, atëre ka pas një tentativ të PD-s me marru këtë udhëheqjen shqiptare. Mandej, 2008 kur ka ndodhur, njësoj kemi pas edhe viktima, edhe zgjedhje me probleme, mandej kemi pas edhe vrasje. Këtë herë këtë këto ka ndodhur në mënyrë të qetë, të kulturume, demokratike, përveç disa eksceseve të vogla që ka pas, dhe ka ndodhur ndryshimi. Do me thonë, prej nesër, për të shqiptari me shëtë madhe, është Izet Megjiti, nuk është më Ali Ahmeti. Dakor, Abel, Zoti Ramadani deklaron që tani... Shumë pyte mu edhe Ramadani. Dakor, faleminderit shumë për këtë sugjerime, mirë po, nëse ju mi jep një sugjerime si ti parashoj pyetjet, atëherë unë do duhet ju diktoj si të përgjigjeni. Prandaj këtë drejtim, prandaj po, dakor, përcen korrekt. Jo, u jam mirënjohës, mirë po kemi skemën e përgatitur. Abel, në bazë të kësaj që deklaroi paraprakisht Zoti Ramadani që tani përfaqësuesit e shqiptarët janë koalicioni Vlen. Çfarë do ndodh me 114.000 votuesit e Aleancës Kombëtare për Integrim? Pyetje interesant. A dini në fillim kur u bë ky koalicioni Vlen dhe koalicioni Frontit Evropian njerë dhe mandej edhe AKI-ja më tutje. E dini, filloi Vleni u bë një konglomerat i disa partive politike, të cilët ishte edhe zotri Taravari. Apo, edhe në momenti kur zotri Taravari e bënat 100, sa ishte, 120 me 109.000 vota. 138.108 votat parlamentare, po. 107.000 me 138.000. Edhe nësi u kujtohet, atëherë menduan se votat ashtu do të shkojnë. Pre një në sanë në tjetër dhe kështu do të bëhet ai disbalansi, ose do të humbin legitimitetin kjo pjesa tjetër e koalicionimit. Çka do të ndodhë është ajo cilën ka ndodhë tash, edhe do duhet ta dihet çdo koalicion se më nuk mund të shkohet, nuk mundet njerëzit ose votuesit ti bëjnë si numra, do më thonë numra të veçantë, numra statistikore. Ajo që ndodhi, është shumë interesant se tek pjesa e Vlenit, ato shkon me artillerin më të rëndë në zgjedhjet lokale. Do më thonë shkon me gjithë kryetarët që ishin aty në Vlen, edhe me disa protagonistë tjerë të cilët ishin si kandidat në zgjedhjet lokale. Ku gaboj AKI-ja? AKI-ja gaboj se nuk e lejojnë në mënyrë demokratike, më thonë të paraqiten më shumë parti politike në zgjedhjet lokale. Po të kishte pas, kjo supozimi im, po të kishte pas, dhe më thonë, vetë BDI-ja të dilte të kandidante edhe parti tjera të aleancës, edhe zotrit Celes, edhe zotrit Taravarit, ndoshta do të ndronte situata ndryshe, do të kishim balotazh edhe në vende tjera, në më shumë komuna. Do të ishte më interesant edhe fokusi nuk do të ngelte këtu. Këto e bënën, po fëtanë çdo herë po flasë për AKI-n, këto shkuan në zgjedhje parlamentare, haruan se kemi zgjedhje lokale, dhe në zgjedhje lokale, ashtu që tha dhe profesor Tahiri, nuk mundesh të aktrojsh në për ato ndasit e komunave, të dalish edhe të thush se tash dalin për zgjedhje parlamentare. Dhe këtu ishte gabimi i parë. Gabimi i dytë ishte shkuan me kandidatë të dobët, gjë që u tregua për mos votimi, duhet edhe mos votimi kjo i koalicionit të AKI-s në Gostivar edhe në Bërvenic, kjo ishte dënimi jashtëzakonisht shumë i madh prej rrethin e parë, në Vrapçish, ajo lapsuzim. Këtu doli ajo që ishte koalicioni i panatyrshëm. Artificial. Koalicioni i panatyrshëm. Po të kishin zgjedhë strategji të dalin, të rifreskojnë partitë e tyre në zgjedhjet lokale, me supozim se kjo do ndodhte, e njëjta unë besoj se e njëjta do ndodhte edhe në Vlen, do ta rifreskonin me kandidatë të ri dhe nuk do të dilnin me figurat e para, ndoshta do ndronte tjetër. Mirë, po ja Vleni ti rezultoi suksesshëm kjo strategji që po dalën. Po kjo punë e strategjisë, këto shkuan në zgjedhje lokale, bën koalicionin paraprak me partinë më të madhe maqedonase dhe ju duhet rezultat i suksesshëm. Ana tjetër shkoi në zgjedhje parlamentare dhe
e mori atë të cilën edhe ndoshta edhe priteshte. Kjo është dallimi i strategjisë të cilën e bën. Në ndërkohë, nga regjia më informojnë se ka edhe një reagim publik nga zoti Fatmir Dehari nga komuna e Kërçovës, i cili thotë se të dashur qytetar shumë të respektuar mërgjimtar, duke qenë thellësisht mirënjohës për mbështetjen tuaj të parezervë ndër vite. Ju falenderoj me përullësi dhe me zemër të hapur, uroj që i madhi Zot ju bekoj ju dhe familjet tuaj me shëndetësi, me shëndet dhe mirësi. Rezultatet e zgjedhjeve lokale për qytetin tonë nuk janë të kënaqshme, por ju lut për qetësi, durim dhe mirë kuptim, ditëve në vijim do t'ju njoftoj me më gjerësisht. Me respekt e minjoje, ky është qëndrimi i parë nga zoti Dehari në komunën e Kërçovës, ku vetë se kanë filluar numrimi i votave, në ndërkohë e lus kolegun Avdi Bakia që të na ndëlidh me gazetari që është në teren në Kërçovë. Po, Abedin, nga regjia tani do më bëjnë me dije nëse kemi kolegun Mevludin Imeri, i cili ka qëndruar gjatë gjithë ditës sot me pra nga ora 7 të mëngjesit në Kërçovë, ku ka ndjekur procesin zgjedhor atje dhe na ka informuar vazhdimisht për më të rejat nga vendvotimet të cilat i kanë ndjekur. Regjia, nëse kemi Mevludinin, ju lutem që të bëjmë një lidhje. Pra, po, Mevludin, përshëndetje, na thuaj cila është atmosfera, ka ndonjë atmosfera atje, apo si është gjendja në Kërçovë? Përshëndetje Avdi, jemi në qytetin e Kërçovës, siç kemi qëndruar gjatë tërë ditës. Tu jemi në Selin ose në shtabin e Aleancës Kombëtare për Integrim. Vetë Fatmir Dehari ka pasur një shkrim në rrjetet sociale ku ka komentuar se rezultatet nuk janë të kënaqshme dhe nuk janë ata rezultate që Aleanca Kombëtare për Integrim ka pritur. Mbështetësit dhe aktivistët e Aleancës Kombëtare për Integrim dal nga dal, por sigurt kanë filluar të shpërndahen. Ajo që është me rëndësi të theksohet në këtë lidhje direkte është se në shtab ju kërkua aktivistëve dhe qytetarëve që ishin prezent këtu të mos bien prej provokimeve, të jenë të qetë dhe të mos provokojnë ndoshta ndonjë incident, sepse VMRO DPMNE-ja, partia e cila prim në këtë garë sonte, veç më ka filluar festën në qytetin e Kërçovës, në qendër të qytetit. Mirë, atëherë, të në thotë kjo është situata atje, ne sigurisht nëse do ketë ndonjë të re nga Kërçova me Mevludin, sigurisht do të lidhemi sërish për të marrë informacionet drejt për drejt me paraqitjen tënde atje. Pra Abedin dhe quam kolegun Mevludin, i cili është në Kërçovë, dhe situata është ajo që është VMRO-ja ka fituar komunën e Kërçovës dhe Fatmir Dehari ka pranuar humbjen. Abedin, mund vazhdonim pjesën tjetër studios me panelistët, po. Faleminderit edhe prej kolegut Mevludini që është nga tereni për këtë lidhje të drejt për drejt. Në ndërkohë, zoti Tahiri, ju me prezencën tuaj që keni qenë këtu, disa herë keni potencuar mbase edhe qysh nga rondi i parë për rrezikun që mund të humbet komuna e Kërçovës, madje teksa keni folur për Kërçovën, keni pasur edhe një ton me entuziazëm, mbase edhe emocionues, nëse më lejohet ta quaj, që rrezikon për shkak të rëndësisë dhe peshës së komunës së Kërçovës. Nga ky qëndrim dhe ky reagim i parë publik i zotit Deharit, le të kuptohet që komuna e Kërçovës po humbet nga zoti Dehari. Shikni, humbja nuk është zotit Dehari apo është BDI-s. Unë mendoj që humb marrëveshja e Ohrit, humb kuptimi i marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit e prodhoi decentralizimin dhe më duhet përsëritem. Decentralizimi i cili ka prodhuar 2 komuna shtesë me shumicë shqiptare, që ishin komuna urbane, pra me më shumë popullat, komuna e Strugës dhe komuna e Kërçovës. Megjithatë, në faktet duhet t'i themi. Sepse u tha që koalicioni Vlen nuk ka bërë thirrje për Fatmir Dehari. Nëse keni ndjekur fushatën, dhe ne të gjithë kemi ndjekur, koalicioni Vlen nuk është se i ka dhënë shumë zor as për kandidatin e tyre, për Fatmir Limani. Madje mund të them që edhe ai është sikur u la vetëm në garë, për shkak se mendoj që në të ardhmen vetë zoti Limani
do të sqarohet, ma merr mendja që do të ketë prononcim publik dhe do të sqaroj pozicionin e tij në kuadër televizjes Besa dhe në kuadër të koalicionit Vlen. Supozoj që do të ketë ndonjë lëvizje të re politike, për shkak se shifni, këto zgjedhje, këto rezultate janë në një farë forme edhe motivues për aktor të ri politik, sepse koalicioni i AK-s dhe po shohim që BDI-a dhe dy aleancat pra nuk kanë funksionuar dhe legitimiteti i tyre është i cënuar. Sidomos fakti që një aleance dhe BDI-s u bashkangjit edhe një aleancë tjetër që mendoj se ishte e tepërt, sepse votuesi i aleancave është votuesi i PDSH-s. Votuesi i PDSH-s historikisht nuk e mbështet BDI-n. E ka mbështetur në zgjedhjet e kaluara parlamentare dhe ajo ka qenë një lloj, po themi, aksidenti politik, sepse u krijuan rrethonat, kishte nevojë për një bashkëpunim apo bashkim forcash politike me bazë etnike dhe multietnike dhe funksionoi, por kësaj radhe nuk funksionoi. Mendoj që do të ketë hapësirë për aktor të ri politik. Mendoj që zoti Limani do të jetë një ndër ata aktor politik që do t'i prezantohet opinionit me vetëm e kam analizë, nuk kam folur me zotin Limani, do t'ishte interesante ta bëjmë edhe një debat këtu, për shkak se rezultati i tij, pavarësisht që ishte i disfavorshëm në kuptimin e moskalimit në raundin e dytë, por ishte një rezultat i respektueshëm. Dhe mendoj se gjithashtu do të ketë edhe një lëvizje të re politike nga zoti Besim Hoda, për shkak se ai Qëmoti e ka paralemruar edhe kur ka përfunduar raundi i parë, dhe tereni politik po hapet, është mirë që hapet, sepse ka qenë pak edhe monotone skena 25 vite. Zoti Tahiri, mase krijuat një BDI, PDSH, BDI, koalicioni tani që është... Jo, koalicioni tani që është Vlen, Besa, Alternativa, tani do të ketë aktor të ri, disa aktor të vjetër do të largohen dal nga skena politike. Zoti Tahiri, analiza juaj është dinamike. Analiza juaj është e qartë, mirë, po përmbajtja e saj paksa shkakton mjegulli për faktin se po flisnin për aktor të ri, ndërkaq po e apostrofoni zotin Fatmin Limani. Bagazhi i zotit Limani dihet dhe është i qartë edhe për opinion publik që nuk mund të kategorizohet në kategorinë e prurjeve të reja. Zoti Limani është një faktor politik i cili ka një të kaluar politike. Nuk ka qenë asnjëherë antar i Bashkimit Demokratik për Integrim, pavarësisht që ka pasur një funksion shtetëror, ka qenë zëvendës drejtor i ELEM-it, kur kryeministri ishte drejtor. Do të rikthehemi zoti Tahiri sërish këtu, më informon nga regjia që kemi një lidhje. Edhe konferencat për mediat partive politike, ftojmë që ta ndjekim konferencën e Vlenit. Të nderuar gazetar, të nderuar qytetar. Verdiktin të cilën qytetarët e Tetovës e dhanë me 19 tetor, atë e konfirmuan me 2 nëntor, por tani më edhe me një diferencë më të madhe ku deri më tani procesi i numërimit është duke vazhduar. Informatat që i kemi nga shtabi është që diferenca është mbi 5000. Qytetarët e Tetovës kanë vendosur që zhvillimi të ecë, kanë vendosur që Tetova të prosperoj, kanë vendosur që ai ndryshim i cili u bë në vitin 2021 tani më të jetë një mundet. Tani më në mandatin e dytë, kryetari Kasami bashkërisht me përkrahje të qeverisë të nisë projektet të cilat do i japin gjallëri qytetit dhe ato projekte të cilat kanë ngelur në gjys do i përfundon. Definitivisht dhe përfundimisht Tetova do merr kahjen që duhet
do të merr hovin e saj, zhvillimin e saj. Në mandatin e parë, gjithë ato probleme fundamentale të cilat i kishte, i ka përfunduar, tani më në mandatin e dytë do jep hovë Tetovës. Dua nga këtu që të falenderoj të gjithë aktivin e Vlenit në Tetov, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Tetovës përzemërsisht për mbështetjen që na kanë dhënë dhe dua të potencoj që këtu nuk ka pasur as shantazh, siç ka pasur më përpara, nuk ka pasur presion të pushtetit, gjithçka ka qenë në normalitet, procesi zgjedhor ka kaluar pa asnjë incident dhe gjithçka ka përfunduar me sukses. Qytetarët për herë të parë e dhanë verdiktin pa presion të pushtetit qendror, pa presion të pushtetit lokal. Faleminderit gjithëve. Kemi vendbanime ku kemi korrur një fitore plebiscitare me diferencë të madhe, siç është në Migjeni mbi 500, diferenca në Qendër mbi 450, kemi arritur që në rëqis të madhe të ndrojmë rezultatin dhe nga raundi parë që ishte në humbje në të dytin kemi 120 diferencë fitoreje, në Gjepçisht e porojmë mbi 500 diferencë, po ashtu në Reqis të vogël 360 vota diferencë, Tetex 1 dhe Tetex 2 mbi 500 diferencë, në Drenovec, në Malsi kemi fituar në Veshall, në Brodec, në Lisec, në Lac, në fshatin Falisht, nëse i marrim dhe i shohim statistikat, parafërsisht në gjitha vendbanimet kemi korrur një fitore tepër të madhe, me të shka qytetarët e Tetovës e dëshmuan që din të vlerësojnë punën të cilën e bën një kryetar komune i cili ka qenë 24/7 i përkushtuar për komunën e Tetovës dhe din të vlerësojnë opcionin e dur, atë opcion i cili punon për interesin e qytetarëve dhe jo për interese klanore, për interesa individuale. Ju falenderoj gjithëve. Atëherë ishte kjo konferenca për media e Vlenit Tetov. Fabedin, ju mund vazhdoni aty bisedën ku e latë. Po, Avdi, faleminderit. Zotë Ramadani, po e vazhdoj me ju. Fillimisht e njohët personin që mbajti pres konferencën nga Tetova? Ministri Ekonomisë, dakord. Në këtë drejtim, Anateston? Jo, vetëm është pyetje e natyrshme, sepse kohëve të fundit ka munguar zoti Besar Durmishi në paraqitjet e tij përkundër resorit aq të rëndësishëm që e udhëheq. Ka pas punë njeriu në zgjedhje, sepse ju e dini që në Maqedoni kur mbahen zgjedhjet, funksionarët i lënë funksionet, edhe zyrat, mirë po jo dhe veturat zyrtare. Edhe me veturat zyrtare, edhe i grahin prej Likov deri në Struk, edhe veç me zgjedhje. Jo, veç një gjë duhet ta them atë. Pavarësisht këtij rezultati, se VMRO-ja ne veç mund ta themi. Mund ndoshta sa do pak ta ndikojmë opinionin publik që t'jetë më i ndërgjegjshëm. Ky rezultat mund të jep motiv kryeministrit dhe koalicionit që të shkohet në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Unë mendoj se kjo do të ishte një barë për qytetarët, jo vetëm për aspektin e buxhetit, por edhe për këto faktet se ky popull është mjaft maltretuar me procese zgjedhore. Me që koalicioni i VMRO-DPMNE-s dhe koalicioni Vlen e ka fituar legitimitetin, i kanë edhe 3 vjet, rreth 3 vjet, domethënë në pushtet, dikund edhe rreth 30 muaj, le ta çojnë mandatin deri në fund, le ti tregojnë aftësitë e tyre, rezultatet të cilat i kanë projektuar, sepse mendoj që është shumë, prap po them, jo falenderueshme që të shkohet në zgjedhje, sepse ky popull, po e ripërsëris, është ngopur me zgjedhje. Ky popull dëshiron zgjidhje. Me që ky popull, shqiptarët dhe maqedonasit, ua kanë dhënë legitimitetin edhe VMRO-DPMNE-s edhe Vlenit, atëherë ata në mënyrë komode mund të qeverisin me vendin, mund të administrojnë me komunat dhe mund të na ofrojnë rezultatet të cilat i kanë premtuar qytetarëve. Natyrisht, një pjesë e rezultateve do të mungojnë, sepse siç e kam thënë këtë studio, projektet që i kanë ofruar janë vetëm imagjinare, janë projekte në letër. Janë përmendur shifra milionshë të cilat nuk do të
realizohen, por mbetet kjo për analiza të tjera. Po, ne po vazhdojmë. Kërkojnë ndjesë se ndoshta ta ndryshova pyetjen. Jo, pa dertë, zoti Tahiri. Jemi në studio të hapur, prandaj janë të kuptueshme dhe të mirëseardhura edhe kisha këto këtë si ide ta them ndërhyrje të paplanifikuara. Sepse mendoj që zgjedhje janë bërë shumë. Dakord. U bë bajat më me zgjedhje. Kështu Abel, nga kjo preskonferenca që dëgjuam pak para e zotit Durmishi, kremtuan fitoren e tyre në Tetov. Ndërkaq nga regjia më informojnë që në komunën e Bërvenicës ka përfunduar numërimi votave pra në total, pra 100% e votave të numëruara në Bërvenicë dhe rezultati është një ndryshim drastik nga ai që ishte fillestar. Në komunën e Bërvenicës, nga numërimi përfundimtar i votave, fitues rezulton kandidati i VMRO DPMN-s. Është një ndryshim, është një ndryshim i çuditshëm, edhe pse paku duke pa këto statistika, duke pa te komuna e Bërvenicës ndodhi një rikthim, do të thonë nuk shkuan 100% njerë thanë se fitoi kandidati i VMRO-s, mirë po përsëri kemi një ndrim të numrave dhe kjo më është shumë interesant. Do të thonë këtu te kjo tregon se 99.96% janë numëruar, nga ana tjetër më një rikthim i një vendvotimit, po sido që tjetë, 1000 vota ka kandidati i VMRO DPMN-s më shumë se rrethin e parë. Do të thonë nëse shifet bazeni i votave, kështu nëse mund të themi të kandidatit të VMRO DPMN-s edhe pi zgjedhjeve të kaluara, maksimumi ka qenë 3400 dhe 3500 ose 600 vota. Dhe këtu kemi një çudi se kemi 1000 vota plus te kandidati i VMRO DPMN-s. Kurse Aqim Ramadani ka grumbulluar të gjithë votat që kanë dalë në zgjedhjet në rrethin e parë. Të gjithë ka ruajtur atë trup elektoral. Në atë aspekt. Këtu ka dy scenario. Ose scenario e parë, ose në kartën etnike që thirreshte, që tha edhe Ramadani që tha, thirreshte në kartën, i ka mobilizuar palën etnike maqedone që çudio t'i nxjerrë dhe 1000 vota plus, më thonë se bazendi dikund çalon, më thonë nuk mund t'jetë 1000 vota, edhe dyta ose kemi pas në një marrëveshje tjetër që kanë shkuar votat te mes kujt Abel. Do të thonë është interesant se nëse i kalkulojmë mes kujt po vlesni. Nuk e di, jo është shumë interesant. S'ka pas kandidat, edhe ka qenë me bë pazarlëqe. Kanë qenë të precizuar se cilin do ta mbështesë. Edhe këtë kanë bërë në mënyrë publike. Kryetari i tekës së BDI-s ishte në Mërgat së bashku me Aqim Ramadan. Po bëhet protagonizmi prapë të Bërvenicës. 10% kemi dalje më të madhe. Shumë interesant, 10% kemi dalje më të madhe. Për 10%-ve, daljen më të madhe, do të thonë, që ka ndodhur vetëm Bërvenicë po kemi këtu, nga një anë kemi 2000 vota të marrë rrethin e parë dhe tash ka marrë 4224 vota, më thonë 2204 vota ka marrë, nëse i kalkulojmë të gjithë kandidatët edhe, do të thonë kandidatët shqiptar, del që se mund t'i marrë edhe në 3200 vota, do thonë ka gjeneruar të marrë edhe 1200 vota më shumë, po flas gjithmonë për kandidatin e Vlenit, mirë po nga ana tjetër kemi 1000 vota plus te VMRO DPMN-ja. Dhe kjo është shumë interesant, sepse ose janë scenario është që të mobilizohen pala etnike. Jo, me të vërtet duke pas strukturën etnike, në Bërvenicë. Abel, ne po konstatojmë aksioni etnik. Absolutisht. Këtë dëshira. Mund të ketë reakcion, po 1000 vota shumë janë. 1000 vota prap janë, mund duket e çuditshme kjo. 1000 vota dalje më shumë. Nuk e di sa ka pas LSDM-ja, ka pas kandidat në Bërvenicë. Nuk e di. Me të vërtet nuk e di sa vota ka pas në raundin e parë, po këto 1000 vota bazeni është i vota, sepse nuk kam prit. Sepse ne para kur folëm me zoti Ramadanin për humbje në Kurçov, zoti Ramadani tha që është humbje e AKI-s në Kurçov. Tani në komunën e Bërvenicës është humbje e koalicionit Vlen apo humbje e përbashkët? Ja, koalicionit Vlena. Të jemi të korrekt këtu.
më thonë, edhe këto duhet ta kenë si humbje tyre, në aspektin kështu, juridik, po thonë. Pa edhe në aspektin, më thonë, programor, e kanë humbë. Kandidati atyre, a e dilte me logën e atyre, me shenjën e atyre. Nuk mund themi se këtu... Po, nuk ka më dyshe, zotë Ramadani, po edhe ka për faktin se do të thotë, mbase kjo mund të cilësohet në cilësinë e analizave tua që bënë edhe si humbje e këndshme edhe e pritshme për koalicionin Vlen, për shkak se ka pasur një tërheqje totale. Kam thënë në fillim. Tërheqjen e ka bërë kandidati e spjegumat, domethënë puna është këtu se kandidati ka zgjedh një qasje me cilën ka menu se do kontribuoje për daljen etnike masovike. Të mos harrojmë, domethënë, aty përveç kësaj, përveç momentit tjetër, se përmenam për ata përmenmi, aty ka edhe aspekti ndryshimit. Aspekti ndryshimit, do me thonë, ato kanë dash me ndryshu votuesit, kryetarin aktual, para prakisht, do me thonë, pse BDI-ja nuk e kandidoj Enver Pajezitin, cili një hove ka pas kandidat, pse i njëjti ka qenë, duke qenë kryetar komune, para kësaj radhe, duke qenë kryetar komune, pa të kalu atër, PPDSH, në BDI, e tjera me radhë, kod gjatë ka qenë aty, kod gjatë ka qenë, tash ka dali pavarër, do me thonë, edhe nuk e përkraj kjo akia, që ti thua, AKI, se unë e thëmë gabimisht. Jo, ju e thoni qëllimisht, nuk e thoni gabimisht, po janë akronimet cilat ashtë duhet së shqiptojnë. Qëllimisht nuk kena qëllim, mësë më në gjithë në tonë. 481 vota në raundin e Që parë. prapja nuk e nësa gjysme asaj që ka janë. pasur 1100 vota. Ndërsa Haqim Ramadani ka pasur 2000 vota. Shifni, unë mendoj se Haqima pas këtyre zgjedhjeve gjithashtu do të dalë, sepse kjo është normale. Haqim Ramadani është reflektim i realitetit politik të cilin e jetojnë. Dhe gjithashtu edhe tregon edhe paradoksin. Edhe gjithë makineria e pushtetit ishte prezent në shumë rallë në përvende, një kandidat i cili del në raundin e parë me logo dhe me panot e një koalicioni, e përmbyll fushatën, raundin e parë dhe pastaj i heq ato, dhe kjo tregon situatën paradoksale. Unë mendoj që do të ketë pra hapësirë në skenën politike shqiptare edhe për aktor të ri. Haqimi, mendoj Haqim Ramadani, sepse ne... Po e përmendim shpesh pra ndaj edhe... Përmendim shpesh dhe gati se kemi bërë pjesë të komunikimit përditshëm me... Zoti Ramadani po thekson se Zoti Haqim Ramadani është vlen, mirë po ju Zoti Tahiri si vlerësoni. Jo, vetëm një moment, Zoti Tahiri, vetëm ta parashtroj një pyetje. Po nuk është se vetë ka thonë që nuk jam vlen dhe nuk e du. Jo, deri në raundin e parë. Deri në raundin e parë ka qenë vlen. Edhe Fatmir Limoni është ministri i vlenit, do me thonë, s'ka lidhje këto... Paralemrime. Jo, ne do të rikthejmë sërish aty, po vetëm këtu, Zoti Ramadani teksa ju thoni që Haqim Ramadani është vlen. A do duhet që pas kërcënimit të kryeministit të vendit ndaj Haqim Ramadani që do të shkarkohej nga pozita e drejtur, a do duhet që liderët e vlenit të dinin në mbrojtje të Haqim Ramadanit? Jo, ama edhe shkarkimet edhe ngarkimet më bon me vlenin, do me thonë prej nesër vlenit, do me thonë kjo është qeveri e vëmëro do pëmënes, vlenit edhe znamit, do me thonë edhe këtu ato vendosin, atë po mundona me spjegu, po këtu e kemi një problem, do me thonë ontologjik që në të shqiptartë. Te shqiptarët e Maqedoni, sidomos në publik, ka shumë defetista që ende se dinë se shqiptarët e kanë fitu luftën e 2001, konfliktin armatosur, edhe kanë pru marrëveshjen e Ohrit. Në atë marrëveshjen e Ohrit, parimi fillestar, cilën e kanë nënshkryt shqiptarët edhe e kanë apliku, është se nuk ka ndarje territoriale për çështje etnike. Edhe kjo është ashtu, do me thonë, tash neve 25 vjet në ashtu, po ne duhet me spjegu se fitoria e Vlen është fitore e shqiptarëve. Shqiptarët e kanë bën ndryshimin, do me thonë ndryshimin e përfaqësimit politik, edhe atë pa viktima, pa buj, pa dhonë shumë fire, edhe kanë bo, do me thonë, me qiket migrim shka e kina, me shumë, na jemi shumë ngusht jemi, me numra jemi ngusht, me njerëz jemi ngusht, edhe me kete kemi bo dalimin, edhe prej nesër, prap da përsëris, prej nesër, do me thonë, vleni vendos, edhe për ngarkime, edhe për shkarkime. A vedin, se përmeni Zoti Ramadani marrëveshjen e Ohrit. Parimi bazi marrëveshjes së Ohrit thotë që nuk ka zgjidhje etnike për shtetin. Do me thënë nuk ka zgjidhje territoriale për shtetin. Po zgjidhje territoriale të brendshme ne kemi.
për shkak se komunat, organizimi territorial me një farforme e rikonfiguron Maqedoninë e Veriut. Komunat, pavarësisht që nuk kanë shumë pushtet, nuk kanë shumë kompetenca, megjithatë një ndarje ekziston. Kjo është e para. E dyta, mobilizime etnike ne gjithmonë kemi pasur. Në 2013 Branko Crvenkovski dhe Nikola Gruevski bëjnë marrëveshje politike që të mbështesin një kandidat në Kërçov, kundrejt kandidatit të atëhershëm, ky që është i sotmi, Fatmir Dehari. Edhe në Struk. Prandaj duhet parë fenomenet në kontekstin politik, sepse edhe në të ardhmen do të ndodhin këto procese. Bashkime, ribashkime, koalicionime, rikoalicionime do të ketë edhe për Kërçovën, edhe për Strugën, edhe për Bërvenicën, edhe për Dolnenin. Fakti që LSDM-ja në këto zgjedhje nuk kandidon në Kërçovë dhe në Strugë, çfarë tregon? E tregon pozicionin e saj karshi këtyre dy komunave dhe me një farforme i bën favor VMRO DPMN-s që të shënoj fitore në Kërçovë dhe në anën tjetër edhe në Bërvenic, sigurisht, por në Bërvenic kishte kandidat, por si që pa në raundin e dytë, si duket është mobilizuar edhe elektorati mbi partijak, pra elektorati etnik. Dhe kjo është, mendoj, për sistemin politik të Maqedonisë është e pritur. Do të ndodh edhe në të ardhme. Me këtë, zoti Tahiri më informon nga regjia që fjalën duhet të ja kaloj kolegut Avdi Bakia. Po pra Bedin, ne do bëjmë tani një shkëputje të shkurtër dhe për të vazhduar në pjesën e dytë të debatit në studio dhe sigurisht edhe për të publikuar, në thotë, edhe rezultatet e fundit nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nëpër Komuna. Qëndroni me ne, rikthehemi pas pak.